Me ardhjen e pranverës është shënuar një rritje e ndjeshme e rasteve me alergji, duke ndikuar drejt për drejt në përkeçimin e problemeve respiratore tek shumë pacient. Profesor Mehmet Hoxha, alergolog pranë CSUT-s, thekson se ndryshimet klimatike kanë rritur nivelin e alergjenëve duke shtuar rastet dhe intensitetin e simptomave. Ndaj këshillon kujdes, informim dhe trajtim në kohë për një sezon më të qetë. Jemi në sezonin e madh polenik, ku barishtet e këqija, graminaqet, graset, kanë sezonin e tyre të polenizimit. Ndryshe nga vitet e tjera, polinoza këtë vit është shumë agresive, ka filluar relativisht më herët, që në javën e 2 të 3 të marsit, dhe nuk përqendrohet vetëm në rrugët e sipërme të frymarrjes, pra në hund, në sy, në fyt të themi, por ka prekje të astmës bronkiale. Ne kemi patur disa subjekte të reja të shtruar në spital që janë paraqitur me status astmatik. Dhe ndryshe nga herët e tjera ku statusi astmatik nga polinoza qetësohej të themi shpejt, tani ata kanë disa ditë që qëndrojnë në kushte spitalore për të tejkaluar këtë situatë. Është e domosdoshme një diagnozë etiologjike e saktë që realizohet me provat tona në lëkurë, por realizohet edhe me testet e alergjisë molekulare. Dhe vetëm pasi të jemi të bindur që kush është shkaktari real, primar i alergjisë, atëherë mund të vendosim për të bërë imunoterapin, që është terapi shpëtuese, jetë shpëtuese dhe që ndryshon dekursin fizpatologjik të sëmundjes. Eksperti apelon për kujdes të shtuar dhe shmangje të vetmjekimit, duke theksuar se ndërhyrja e vonuar mund të çojë në përkeçim të gjendjes dhe kthimin e alergjive në sëmundje kronike. Një alergji stinore e përsëritur në 2-3 vite e ketë sigur që do të kalojë në rrugët e poshtme të frymarrjes pra në astëm bronkiale. Së dyti, duhet të diferencosh monosensibilizimin nga polisensibilizimi, dhe së treti, nuk duhet të vetmjekohesh. Pasi vetmjekimi duket si një zgjidhje pragmatike që mund të realizohet me një farmaci në lagje që të ndihmon duke të dhënë një antihistaminik, por nuk e menaxhon sëmundjen afatgjatë në vetë mekanizmin e saj fizpatologjik.